sot. Një përshëndetje vllazërore, një mirënjohje pa kufishme, me guximin, trimërin, qendresën tuaj, nderuat më shumë se kur këtë datë historike të kombit shqiptar, përmbysjen e diktaturës komuniste 34 vite më parë, por njëkohësisht i dha dhe goditjen më të merituar diktaturës sotme. Kjo ishte një betejë shkëlqyer dhe u garantoj se tjetra do t'jetë dhe më shkëlqyer dhe se për Edi Ramën nuk do ketë më stofull, nuk do ketë vrimiu ku do futet. Kryegritja paqësore e shqiptarëve do t'i jap atij ndërshkimin që meriton, do t'a çojë tek etrit e tij mizor. Keni qenë të shkëlqyer. Në këtë nuk e di do më thënë. Si e nderuat ju kaq shumë sot 22 marsin, e të merruat Edvin Kristaq Ramën. Prandaj dhe ne le të zotohemi në këtë shesh, se nuk ka paqë në këtë vend me ata të cilët kanë vjedhë dhe vjedhin si hiena pasuritë publike të shqiptarëve dhe pasurohen vetë, përdorin ligjet dhe mandatet e krimit për të mbrojtur vjedhjet e tyre. Qendresa jonë, ndërshkimi ynë do të bjerë mbi ta dhe ata do përfundojnë në lanë, do përfundojnë në koshat e plerave të historisë. E pat vetë ju, si e kishte rrethuar të 4 anë me policë, po ka rrethim që na pengon ne, kur. Prandaj Edi Rama, jep dorëheqjen sa më shpejt. Jep dorëheqjen se do të tërheqim ashtu si sta pret mendja. Mund të sqaroni pak incidentin që ndodhi me ju personalisht, pati me çfarë u hodh me ju, gaz lotësiellës, spray lotësiellës? Ajo që bëri Edi Rama ishte një akt i shëmtuar, por ajo vetëm sa rrit vendosmërinë e kryengrizëve paqësor për ta hedhur sa më shpejt në lanë atë dhe regjimin e tij. Nuk ka asnjë lloj, ne jemi në një betejë dhe në këtë betejë ne s'kemi të ndalur. Absolutisht. Sot ne fituam një betejë. Sot ne zhvilluam betejën më të bukur në tërë ekzistencën tonë. Po dhe më madhështore, me fuqishme do jetë ajo që vjen. Shumë shpejt do njoftojmë. Nuk ka paqë me Edi Ramën. Me Edi Ramën ka vetëm betejë. Gjerë në largimin e tij nga pushteti së bashku me hajdutët që rrethojnë. Ndaj dhe një mirënjohje të pakufishme ndaj jush, ndaj të gjithë atyre qytetarëve që sot u bën zëri Shqipërisë, zëri kombit shqiptar me protestën e tyre. Le të vazhdojmë në këtë betejë, gjerën fitoren tonë të plot. Ti shporim këta kusar që s'kan ligj as moral. Edhe njëherë mirënjohje ndaj jush. Të vazhdojmë betejën. Fitoria është e jona. Ishte një demonstratë shkëlqyer. Do me thënë, te I kaloj çdo lloj projekti dhe tjetra do jetë edhe më madhështore.
tjetra do jetë dhe më shkëlqyer. Nuk ka paqme. Për Edi Ramën ka vetëm atë që meriton dhe shumë shpejt. Bravo, bravo. Atëherë pra, mirënjohje ndaj jush e ndaj gjithë atyre që u angazhuan këtë betejë epike në këtë nderim të jashtëzakonshëm që i bam 22 marsit. Demokratët nuk mposhtë! Kur nuk mposhtë? Funksionon kjo lloj protesta marshim, apo mbase do të ishte më mirë që qytetarët të kishin dëgjuar edhe fjalimet tuaja? Partia Demokratike në broshura që ka shpërndar ka shtuar si, po themi, arsye për të protestuar edhe rritje në çmimit të naftës. Sot nuk u dëgjua asnjë fjalim, a do ishte më mirë që të ktheheshim tek kjo lloj proteste? Tani, Partia Demokratike është partia që ka marrë misionin dhe ka marrë përsipër për mbysjen e këtij regjimi. Në mënyrë absolute, agjenda e saj do të shkojë gjithnjë duke u pasuruar dhe duke mbrojtur interesat jetike të qytetarëve shqiptar. Por ajo që është imperative, ajo që është jetike, largimi me urgjencë Edi Ramës dhe bandës së tij nga pushteti. Mirupafshim. Së shpejti tani në betejë tjetër. Bravo, bravo.